Vazhdojmë me sharimin e radhës dhe atë kemi të bëjmë me do shtërnguarit prej pasanikëve, duke i thonë ai pasur mos e shtërngo dorën se nuk e merr pasurinë me vete. Dhe kjo është e vërteta absolute që përveç argumenteve fetare e dëshmojnë edhe argumentet konkrete praktike në jetë. Sa e sa njerëz të pasur i kemi përcjell deri te varrezët dhe ata me veti në qefirin e tyre s'kan marr asnjë dinar, e jo më shumë se dinari. E gjithë ajo pasuri që kanë grumbulluar ata dhe kanë qenë kopras në shfrytëzimin e pasurisë për vete, e mos flasin për të tjerët, u kanë mbetur në dunjë pas ardhur të tyre. Pasuria nuk është qëllim final në jetën e njeriu. Ajo është mjet i cili i ndihmon për komoditet. Mirë, po gjithashtu duhet shpërndahet edhe të tjerëve. Për këtë shkak Allahu dhul xhelal të pasurve nuk ka lënë këtë vepër që me dëshirë ata të ndojnë pasurinë, por ka bërë obligim 2.5% nga pasuria e tyre ta japin zeqat. E për sadaka e ka lënë domethënë të lirë deri në gjithë pasurinë, po edhe në trashëgimi ka lënë një deri për të dhënë edhe të tjerëve. Ajo është porosia vasieti që në 1/3 e pasurisë mund ta lënë në vasiet. Mirë po, ti kthehemi porosive kuranore. Allahu dhul xhelal i porosit besimtarët që janë mesatar. Walladhina idha anfaqu lam yusrifu. Dhe ata që kur japin nuk e teprojnë, nuk harxojnë gjithë pasurinë. Walam yakturu, as që janë koprac. Wa kana bayna dhalika qawama, dhe janë mesatar. Mes atyre që harxojnë pasuri tepër në gjëra të panevojshme edhe atyre që janë koprac. Andaj këtë porosi gjithashtu Allahu va thot, mos e shtri dorën të rësisht, e as mos e mbledh të rësisht, por je mesatar. Kështu është porosia e Islamit. Ne fatkeqësisht kemi njerëz që në kafe për një mbrëmje i harxojnë 2000 euro. Kur të vjen një student fukara, nuk është i gatshëm të jap as 50 euro. Kur të vjen një i varfër që ka nevojë për ushqim, bukë ditore, nuk është i gatshëm as 10 euro të jap. Ama për qefet dhe saltanat e veta që shpesh edhe haram, harxhon me mia. Dhe padyshim na këto i shohim vazhdimisht në vetët tona fatkeqësisht. Andaj o i nderuar i pasonik musliman, dije se atë që ti e jep, Allahu ta kompenzon. Dhe këtë e tregon Allahu në Kur'an në shumë ajete kuranore dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu dhul xhelal në Kur'an: "Men yuqridillaha qardan hasanan fayudha'if lahu adha'afan katira." A ka kush i jep Allahu të borxh, që Allahu pasat t'ja kthen borxhin shumë fish më shumë? Allahu nuk ka nevojë për borxh, sepse toka dhe çka ka në te, gjithësia dhe çka ka në te është Allahut, pronë e tij. Mirë po thjesht Allahu e motivon njeriu që duke i dhënë borxh fukaras, nevojtarit, ai është sikur të t'i jep borxh Allahut dhe Allahu pastaj në emër të nevojtarit dhe fukaras ja kthen shumë fish. Ose thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ma naqasa malun min sadaqa", nuk paksohet pasuria pse jep sadaka. Përkundazi, nëse ti jep, Allahu ta kthen shumë fish. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se Allahu thot: "Anfiq unfiq alek", jep se unë do t'jap ty. Dhe tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se çdo ditë në mëngjes 2 melaçe vijnë te njeriu dhe bëjnë lutje dhe dua, a lutja e melaçeve nuk refuzohet, duke thonë Allahumma a'tihi munfaqan khalafa, njerit dhe tjetrit Allahumma a'tihi mumsikan talafa, o Allah jepi këtij njeriu se ai ka për dhon dhe kompenzoj atë që jep, dhe tjetri kanë thonë Allah këtij mos jep se ki atë që ka nuk e jep të tjerëve. Andaj mos u bën dorë shtrënguar, po bën në gjymert bujar, ashtu siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç e përshkruan Abdullah ibn Abbas, kana ajwadun nas, ishte njeriu më bujar, më fisniku. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dhe më bujar ishte në Ramazan kur takohej me Xhibrilin, atëherë ishte edhe më bujar se era që bën planimin e pemëve dhe bereqeteve. Andaj jemi të kujdesshëm për farefisjen e fukara, jemi të kujdesshëm për fukarat e lagjës dhe vendit ku jetojmë na, për studentët, të ndihmojmë atyre në shkollimin e tyre, që nesër të ndihmojmë në krijimin e kuadrove të nevojshme, të ndihmojmë në ndërtimin e xhamijave, në ndërtimin e shkollave, të ndihmojmë domosdoshmë studentët, të ndihmojmë të gjithë ata që punojnë për ta ngritur fjalën e Allahut dhul xhelal, për të botur libra, për të bërë internet, për të bërë CD-ja, për të bërë shumë gjëra. Jep
sepse pasurinë nuk e merr me veti. Ke frikë Allahun, pasurinë që të ka dhënë Allahu, shpërndaj atij kush të kënaqë Allahu, do të jesh i lumtur në dunjë, ta shohësh bereqetin e saj pastaj edhe pas vdekjes, ditën kur dalin para Allahut, sepse prej gjërave që mbeten hapur edhe pas vdekjes tënde është sadakaja rrjedhse që ti ke dhënë një pasuri, a shfrytëzimi asaj vazhdon edhe pas vdekjes tënde. Allahun e lutim na bën bujar dhe gjymert dhe zemër gjan, e të fitojmë bereqetin e tij në dunjën e ahiret. Zotikum wa rahmetullahi wa barakatuh.